Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë. Në Prishtinë, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi tha se shkupi zyrtar është kundër çdo ideje për trajtimin e veçantë të veriut të Kosovës, sepse kjo do të nxiste kërkesat e ngjashme edhe në pjesë të tjera të rajonit. Ai bëri këto komente pas takimeve me drejtues të lartë të Kosovës, me të cilët ka diskutuar për tensionet e fundit në Maqedoni, por edhe në veriun e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi tha sot në Prishtinë se çfarëdo trajtimi i veçantë i veriut të Kosovës do të kishte një çmim të lartë edhe për rajonin. Ai bëri këto komente në kuadër të vizitës së tij në Prishtinë, gjatë së cilës me mikpritësit e tij ka diskutuar zhvillimet në rajon në dritën e incidenteve të fundit në Maqedoni, por edhe në veriun e Kosovës. Zoti Xhaferi tha se është qëndrimi i qeverisë së tij që dhunat të përjashtohet si mjet për zgjidhjen e kundërthënieve kudo në rajon. Në këtë kuadër ai tha se çdo trajtim i veçantë i veriut të Kosovës do të mund të kishte pasqyrime negative edhe më gjerë. Ta potencoj për arsye se po që se lejohen precedenet e këtilla, do të kemi krahina të ndryshme kudo që të jetë, të cilët do të kërkojnë statuse të tilla speciale. Dhe unë besoj që korniza dhe kushtetuta, korniza e aktisarit dhe kushtetuta e Republikës Kosovës janë shumë decide, shumë të qarta, se përmes decentralizimit i cili po e potencoj është më substancial baza ligjore në Republikën e Kosovës se në Republikën e Maqedonisë, është e mjaftueshme për realizimin e të drejtave dhe në nivel lokal të serbëve që jetojnë çdo kund, jo vetëm në Mitrovicë. Ndërkaq ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha tha se nuk mund të ketë trajtim të ndryshëm për të njëjtin komunitet dhe integrimi i veriut do të bëhet në bazë të dokumenteve në fuqi. Situata në veri, tha ai, tash e 13 është çështje e sigurisë. Prej ish trashëgimisë së Miloševićit, e vetmja mbetje nga ish hapësira jugoslave janë ato struktura paralele që kanë mbetur në veri të Kosovës. Në këto 12 vitet e fundit, 13 vitet e fundit s'ka pas zgjedhje të lira, s'ka pas pjesëmarrje demokratike të qytetarëve në institucionet demokratike dhe çësia jonë është që përmes instalimit të institucioneve demokratike ta integrojmë atë pjesë të Republikës Kosovës. Zoti Xhaferi shfaqi shpresën se pas zgjedhjeve të 6 majit në Serbi do të ketë ndryshime në qasjen e Beogradit ndaj Kosovës. Por çështja e zgjedhjeve serbe nxiti tensione në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Prishtinës. Përfaqësuesit atjeshëm politik kanë paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në zonë me gjithë kundërshtimin e Prishtinës, por edhe vendimin e Beogradit zyrtar për të hequr dorë prej tyre. Afrimi i zgjedhjeve serbe ka bërë që NATO-ja të vendosë shtimin e forcave të saj në terren, që nga dita e djeshme ka filluar vendosja e 700 ushtarëve të NATO-s për të mbështetur ruajtjen e mjedisit të qetë gjatë periudhës kur mbahen zgjedhjet në Serbi. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.